ky vend ku historia ka parë jashtëzakonisht shumë dhe ka lënë shënim jashtëzakonisht shumë gjëra me shumë rëndësi, jo thjesht për Greqinë dhe për kombin grek, po për gjithë Europën. Këtu në Kret, sipas mitologjisë, Zeusi rrëmbeu princeshën, të cilën pastaj e çoi diku tjetër dhe ndërkohë emri i saj ishte Europa. Dhe nga këtu Europa mori emrin. Dhe prandaj Kreta konsiderohet dhe djepi i qytetërimit evropian. Këtu në Kret kanë lindur shumë njerëz që i kanë dhënë shumë, jo vetëm Greqisë, por mbar Europës edhe mbar kulturës botërore. Që nga piktori i famshëm Domenikos Theotokopoulos, i famshmi El Greco, tek Nikos Kazantzakis, shkrimtari legjendar i Greqisë, dhe patjetër këtu kanë lindur edhe burra shtetit rëndësishëm për Greqinë, që nga Eleftheros Venizelos tek Konstantinos Mitsotakis, dhe prej këtu e ka origjinën edhe kryeministri aktual, miku ynë Kyriakos Mitsotakis. Sikudo në çdo pjesë të Greqisë, në çdo kohë të historisë Greqisë, shqiptarët kanë qenë të pandashëm. Edhe këtu arvanitasit janë të njohur për faktin se për vite të tëra kanë qenë mbrojtësit e Kretës.